Zëna Musliu, sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës e festojnë ditëlindjen. Cilat janë raportet aktuale të Shtetit Kosovës me Shtetin Amerikan sipas juve? Mendoj që as nuk duhet me mendu, as me ndru që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Kosova nuk kanë raporte të mira. Fatkeqësisht është punu shumë në ftofjen e raporteve, por nuk guxojmë të lejojmë që këto raportet ftofen. Uroj edhe shpresoj që çdo ditë që kalon, raportet tona të jenë edhe më të afërta. Në këtë rast e shfrytëzoj rastin me uru gjithë shtetarëve amerikanë gëzuar 4 korrikut. Po. Në këtë ekspozit këto në qendër të Skënderajit, po shohim shumë fotografi të ish presidentit Hashim Thaçi, i cili po bret një verdikt në shtator nga gjykata speciale. Nga po sheh këto foto, çka po të kujtojnë realisht? Po shohim shumë foto interesante me personalitete ndryshme botërore, ish presidenti amerikan Bill Clinton. Është një realitet, është një fakt. Historia e Kosovës pa Hashim Thaçin edhe pa Amerikën është e pashkruar. Prandaj këtu e shoh një realitet, është një kohë e cila për gjeneratën tonë, gjeneratat para meje, ngjall emocion, kthen kujtime edhe të trishta që kemi pas, po mbi të gjitha është moment mirënjohje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në një moment kur populli ynë kërcënohej drejt shfarosjes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një superfuqi, arrin me na dalë në ndihmë dhe kjo fal vigjilencës, fal vizionit, fal punës, fal kontributit të njerëzve si Hashim Thaçi me shokë liderëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Veç të mendohet që në atë kohë kur na ishim në luftë, në male, në betejë, në istikame këta djemë, domethënë me arrit me e bind Amerikën, një superfuqi, për me na dalë ndihmë dhe për me u bë aleatja jonë kryesore, ose krahë ynë i djathtë, ose qielli Amerika dhe toka Kosova, domethënë kjo flet shumë. Prandaj sot shpreh milionin time më të thellë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë aleatët e Kosovës, të cilët i dolën ndihmë në vitet e 90-ta, po që edhe sot vazhdojnë fuqishëm të jenë krah Kosovës. E mbi gjitha një falënderim të veçantë për presidentin Thaçi dhe për gjithë ata të cilët sot padrejtësisht po bëhen ende në Hag. Domethënë mbajtja dhe mëtej në paraburgim e presidentit Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit, edhe Calit, edhe të tjerëve, është e padrejtë e madhe që është ndodhur këtë vend. Prandaj edhe sot kur po flasim këtu, jemi në 4 korrikun e Amerikës, por deshte mendja të shkon te padrejtësitë e mëdha, sepse këta burra nuk kanë luftuar që në Kosovë të ketë padrejtësi, kanë luftuar që Kosovë të triumfojë e drejta, liria, paqja dhe jetesa. Me që folje për gjykatën speciale, prapë u shty vendimi, shtator pritet, si më thonë, verdikti final. Pse mendon që e kanë shty kaq shumë vendimin, edhe a mendon që është bërë mjaftueshëm për institucionet e Kosovës për ta, se është përmend një mekanizëm më kriju për monitorim gjykatës speciale, por nuk ka ndodhur në gjë tjetër. Nga institucionet e Kosovës është bërë zero për ta, ndërsa sa i përket shtyrjes është vendim politik. Unë kam thënë fillim, vendimi kur është marrë për themelimin e gjykatës speciale, unë kam pasi vendim politik dhe vazhdoj të besoj që kjo është një gjykatë politike, kjo vetëm gjykatë për drejtësi nuk është. Prandaj edhe vendimin nuk e arsyetoj, nuk e justifikoj, po e quaj vendim politik të padrejtë dhe të panevojshëm. Po. Flasëm pak edhe për zhvillimet politike, PDK-ja, si më thonë, arriti me rujt deri dikun votën e vet pat një ramje të lehtë. A mendon që do të ketë një koalicion gjera pret me pas një institucione të Kosovës, apo rrezikon vendi prapë me shkuën zgjedhje? A do duhej PDK-ja, do ta përkratë zonja Musliu një koalicion eventual me lëvizjen vetëvendosur? E para, Partia Demokratike nuk është përgjegjëse për ofrimin e institucioneve. Qytetari i Republikës Kosovës nuk na ka dhënë mandat që ne të jemi ata të cilët krijojmë institucione. Qytetari mandatin ja ka dhënë lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje duhet që ti krijoj institucionet. E para. E dyta, sa i përket votimit tim për një koalicion, unë kam thonë fushat elektoral dhe vazhdoj edhe sot ta them, unë jam kundër koalicionit me lëvizjen vetëvendosje dhe vazhdoj të jem kundër, sepse në fushat më është kërku nga qytetarët e Republikës Kosovës mendimi edhe qëndrimi im, vetë fakti që unë në fushat
jam deklaru që jam kundër një koalicioni, prapë sot jam kundër atij koalicioni. Dhe asnjëherë për asnjë çmim nuk do t'i tradhtoj qytetarët e vendit tem dhe nuk do ta tradhtoj besimin që më kanë dhënë qytetarët e Republikës Kosovës, me çka shfrytëzoj rastin, me që është intervista ime e parë pas zgjedhjeve, t'i falenderoj të gjithë votuesit që për të disatën herë radhazi kanë nxjerrë deputetën më të fuqishme pothuajse në listën e Partisë Demokratike. Kështu që jam jashtëzakonisht krenare, falenderuese dhe me përulësi mirënjohëse. Faleminderit, shumë sukses. Respekt.